Qofse një oligark gjerman e orienton politika keq, ai nuk e bën gabimin për ta ngulur Gjermanisë. Oligarkët tanë e bëjnë. Ja ngulin Shqipërisë. Se qofse ti fiton nga 40 kaçi, po 40 kaçi mos ketë hapësirë publike, hapësirë për të gjelbër, hapësirë për mosha, hapësirë për fëmijë, atëherë nuk është më 40 kaçi. 40 kaç me trotuar 2 metra në Shqipëri kanë parë në Tiranë. 40 katësh dhe trotuari 2 metra. Ndërkohë që do të kishe shesh të madh përpara. Do të kishe trotuar 10 metra. Trotuar të gjerë sepse kanë proporcione këtu. Unë kam dhënë Londër arkitekturë mjedisi. Është ndërtuar keq Tirana? Shumë keq. Jashtëzakonisht keq. Mirë po, ku është qyteti i Europës? Në rregull, dakor. Me oksigjenin, me ajrin e pastër. Vazhdon me to, i pesti nga fundi. Gjithë tjetër. I pesti nga fundi ndonjëherë dhe i fundit. Po ta shohësh të kote fund tani që është futur kryetari i bashkisë, është futur në burg, ka ndryshuar komplet. Ai po jep, ai bashkë me zotin Rama, i bëj thirrje prap, ai po jep përsëri leje edhe atje ku është. Mos qoftë. Jep leje. Ku tjetër? Pse mos qoftë aty? Aty po përderisa ka bë vetëm për aty tjetër aty. Ai e bëri vetë sepse bëri një zullum kaq të trashti sa ai zullumti do të futesh i ditë. Tani sa ai është për të vlerësuar si ka mbjell 2 milion pemë në Tiranë. Po aty pemët nuk i zinin. Sa është territori i Tiranës? Jam shumë kurioz. 90% e pemëve aty nuk i zinin. Sepse pema do dashuri kur e mbjell. Sa bukur e thon. Pema do edhe njëti do të jetë, edhe qëllimi. Pse vinin ushtarët romak vinin në Butrin? Sepse fjalosin në portokallën. Pse kur del generali në pension kthehet në bujk? Sepse fjalos me bimën. Pse pensionistët merren me lule në shtëpi, i bëjnë me shumë. Thret natyra. Ja thret natyra. Ndërsa ky nuk e ka dashur ndonjëherë ky bashkiaku. Edhe ai kur e mbyllte me inat vetëm për të thënë që un po mbjell 2000 pemë. Dhe ka pat raste 200 pemë, mbolli një edhe i thanë ata po to tirat, emër lare thaj në Kamës. Me Marum bo video. Marum u bë video, bravo. Ka ndodhur në Kamës. Që çoi dikush 200 pemë, biznesmen, mbolli një, iku po i thanë po këto lera, emër lare thaj, edhe iku. Pra, nuk e ka bërë me dashuri. Prandaj edhe nuk i kanë zënë. 90% e pemëve nuk i kanë zënë. Që do të ishte 70%. Do të zinin 30% mund mos zinin. Ati si kanë zënë 90% pemë. Sa është distanca pemës në pemë? Po, pyllje ka 4 metra. 4 metra. 4 metra. Sa është territori i Tiranës dhe nësë në dalë llogaritë? Bie që të mbjellin pemë deri në Malzi, Greqi. Po ti ke një Tiranë sot që e pagoi Atina atë lloj araçi që u ndërtua beton. Si mund ta bësh ti gabim ti? Pra e ke parë në vende të tjera, si Ti ke një shesh fëmijë, 10 me 10 ai ngre pallat. 10 me 10, 10 me 10. E mendon ndodhi që ti nuk ke një pallat. Unë e vrejta kur do bënte djali shtëpi, që vija në për pallate, shikoja dhe ti shikoje lindje pallati 3 metra, perëndim rruga 3 metra, pallati mbi lashtin tëndëm. Jug, veri, gjitha pallatet nga të 4 anë ishin me pallate përballë. Edhe atje ku e bleva unë, ke stadiumi Dinamo, ku e bleu djali, bi fjala, te shkolla Emin Duraku, nga 2 kaçe, kisha pa medalin, po si e bëri 5 kaçe, sikur e mori vesh që bleva shpinën dhe ndërtoi 5 kaçe më buri. Aty do ngrihet tash. Do ngrihet 20 kaçi nga ana e tregut që ishin treg aty i vogël. Tu po trego vetëm që ja gjen shitës, se po i bë reklam. Jo, po këto i mësova, në rregull, unë i mësova këto detyrimisht i mësova sepse kam djalin dhe unë do vetë të protestoj.